Amerikën e kum përjetu në një moment që e kum pas se çfarë respekti kam pas ndaj neve, jo vetëm se na kanë ndihmu në luftë, po edhe kum pa gjatë asaj periudhe se sa kemi qenë, mos thonë të ledhatun, po me të vërtet respektuar për gjithçka, sa me fat kemi qenë që na kanë desht, na kanë ndihmu edhe na kanë respektu për çdo sen që kemi përfasu. Uroj që me rujt këtë raport që kemi me ata njëherë, sepse me të vërtet për mu personalisht, për familjen time është një vend i cili ka bo shumë, edhe ende bën shumë, edhe nuk mundem me paramendu vetën pa atë pjesë. Nuk ka njerëzin atë vetëdijshëm, dhe më thonë, sa me fat jena konë na, në qatë aleancë, që jena gjetë që atje, dhe më thonë. Absolutisht. Dje lexoisha, keni çdo zhvillimet e fundit, lindjet mesme për kurd, dhe më thonë, një ka pak i obsesionu me fatin e kurdëve, janë 20-30 milion njerëz kanë shtet, dhe më thonë, edhe janë raportet mira me Amerikën, po me gjitha të s'po mund mi bo shtet, dhe më thonë. E na diqysh... Kum pas 2 momente në Amerikë, për shembull kur kum shku, më ka pas ndodhur në autobus, një çift i vjetër, i cili po pyeta, më falni çfarë gjuhë, na ishim unë me grunë dhe kështu. Tha çfarë gjuhë jeni të fol? Shqip. Sa prikajt jeni të Kosovës. Tha më i miu për qaf, o qumë na për qaf, edhe atë ka qketin e veta, se s'kom që kam i dhonë tjetër një dhërat, po kam dëshirë me pas një dhërat prej meje. Momenti tjetër ka qenë, kur kum shku në shkollë me regjistru, më deshke certifikata shkollës mesme, cilën këtu mas luftës e pa mundën me e gjithë, edhe e pa të nëthirë këtë departamentin e edukimit që kanë në Amerikë, të arsimit, do më thonë, edhe i patën pyet, e kemi një rast, dikush është prej Kosovës, patën ndonë dritën e gjelbet me registru pa certifikatat e shkollit e mesme. Mandej pa ta gjetë, ju pa ta dërgu, po do më thonë, kompromis mas kompromisi, vetë fakti, vetë që e kuptojshin prej kajt vjen, edhe sa ishin të gatshëm me na ndihmu se cilin aspekt. Ka pas hotline për trena, i ki pas, qofse ki probleme shëndet mendor, qofse je prej Kosovës, shumë njerëz nështë nuk e kam përmend këtë sen. Ka pas hotline që kanë qenë stikerat në për trenat të New Yorkut, ku ki mujtë me thirë numër, qofse ki pas probleme me shëndet mendor, apo probleme, trauma thjesht të luftës, që me mujtë me i thirë edhe me i trajtu atë probleme. Do me thonë, këtu sende i kum përjetu vetë, jo pse i kum di prej dikuj. E shumë raste tjera, kështu që pra po thamë, jam falemnderues për një mundësi të tillë, për një diçka që jo vetëm mu, po kretë këti veni na ka mundësu Amerika që na sot mule edhe me fol shlirë, ku unë me moshën që e kam, e kum përjetu represionin, e kum përjetu ato se çka do me thonë, me bo muzikë e me të nxjerrë instrumentet prej kafiqet në tonë, hajde ik piktujt, mos më lodh, e kum përjetu me mnalën hymje, policia, tonë për cilë, të më thonë, ku ke qenë, po kum qenë me bo muzikë, na jetojshim, jo veç familja ime, po për shembull motrat e mia kanë qenë pa punë, edhe prej muzikës teme, edhe më do të këtë që policia kojshi në Dardani, policë, serbë, më kanë dalë edhe më theshin, ku ke qenë, kum qenë ku bo muzikë. Sa ke fitu, kaq, ku i ki paret, nuk më shemë rejt paret e në gjep. Mi mershim paret, si me thonë, 2 natës, para hymjes, po, mi thjesht në plaq ketëshin. Mi mershim paret edhe shkojshën shpe, ki punu të natën pas 1 cent. Edhe u desht me qenë, i lumë tonë që s'kan re. Do me thonë, paret i kanë marrë gjithë, po i lumë tonë që s'kan re. Do me thonë, e kum përjetu edhe atë pjesë, e kum përjetu një sen që ende e përjetoj, gjithë e përjetojmë, si krijues muzikor, ku për shkak problemeve dhe çdo sen ne ende për shembull si jemi as në Eurosong. Ende shumë kemi probleme o regjistru në shoqata globale që janë për drejta, për mundësi të cilat duhemi me i pasi si vend, si artist, për me mbrojt, për me shpërthy, për me dalë. Na ende kemi ato probleme për shkak politikave të cilat vinë për fatkeq prej Serbisë, të cilët ende mundohen mos me lënë vend për neve. Tash do të thonë, unë kam 50 kusur vjet, e gjithmonë ju ballafaqu për gjithë këto vjet, ende ju ballafaqohemi me këto probleme, që është me të vërtet e jashtëzakonshme dhe është me kap. E kemi dëshmu, vetë kum dëshmu, që kemi shumë njerëz tu përfshi dhe veten që mundemi me bo më të mirën.
me përfaqësu këtë vend, mi arrit rezultatet ma të mëdhaja në fushë muzikës, kam mas që po flasim për muzikë, Po. kemi njerëz jashtëzakonisht të talentuar, kështu që është mëkat që mos me udhoni mundësi e tillë. Unë uroj dhe shpresoj për atë arsye po them që edhe vendi jonë, po edhe publiku me ndihmu ma shumë këta njerëz që me zhvillu na kemi dëshmu se di ma shumë se çka duhet me bo ma shumë me dëshmu. Mos të harrojmë që na përmenem bendin tem të parë në 86-ën, ata njerëz Dua Lipa vjen prej këtij vendi. Nuk vjen si dikush që ka pas një prejardhje prej Kosovës, po vjen prej një familje e cila deri vonë edhe tash i ende me lidhje shumë të madhe në Prishtinë, Kosovë. Edhe shumë artistë tjerë, e ki Ritën, e ki Petrit Qekun, që është nështë s'është i njoftën. Po, nuk është komercial. Po, kini Petrit Qeku që bën kërdhi nëpër botë me talentin e tij. Në zonë vjen prej këtij vendi, e shumë artistë tjerë, cilë ndoshta s'janë ashtë njoftën, sa publiku me i njoftë, që kanë bërë suksesin e vetë. Po. Neve sarë që nuk ka dhënë rasti, po flasë edhe për vetin, në kemi qenë në Eurosong, ende kemi një sukses me ronën më të madhin që kemi arritë, me bo 5 në Eurosong. 5. Po, ende nuk ka mujtë dikush. Po, jo kompozitor, po, i kongës. Kompozitor. Po. Për publikun, kompozitori, a mujna më thonë që është, si më thonë, sikur arkitekti për shpinë që është, dhe më thonë, një varloj arkitekti, pra njerëz pastaj punojnë aty, po pa qatë planin e arkitekturës. Absolutisht, ajo është baza e një këngës, po zakonisht për me pas një këngë sukses duhet të gjithë komponentet me funksionu. Qartë. Kompozimi, duhet teksti, orkestrimi, normalisht edhe në fund është interpreti cili jep shpirtin asaj këngë, po çdo sen fillon prej kompozimit, sepse nëse se keni kompozimit cili e qet në pa një vokali cili ka talent, s'ki bo kur gjo. E kallëzëm ti, dhe më thonë, a kompozon këngë pa pas në mendje këngëtarin, a që shkojnë që tu? Zakonisht këngëtari vjen me kërkesë. Okej. Do me thonë, ka dhe këngë cilat i punoj pa e pas në mendje individin. Okej. Mirë po në shumicën e rasteve janë punë të cilat thjesht vijnë me kërkesë të këngëtarit. Okej. Vjen një këngëtar X këngëtari dhe kërkon një këngë dhe normalisht që diskutojmë stilin, çka qysh tek. Ka dhe këngëtarit cili vjen thotë për du një këngë, çfarë këngë se di, mendo ti. E cilë është më i lehtë për ty? A qaj që të vjen me kërkesa, a qaj që ta vjen ty në dorë? Po ma mirë është me malon mu. Ajo është dëshmu që është ma mirë me malon mu. Okej. Sepse, sidomos për këngëtar të cilët janë të konsolidum në karrierën e tyre ose në treg, sepse ti e din që ky individ çka mundesh me bo për ta, se çka ka nevojë ky me dalë, si ka nevojë ky me dalë para publikut. Derisa mundet të marrë një individ i cili ka një kërkesë sipas mendjes tij që ai ndoshta ka drejt, unë e dëgjoj, nuk është që se dëgjoj, mundet ka herë dhe ai më e pas mirë, nuk është që se ka mirë. Mirë po, mënyrën se si del deri te ai moment, gjithmonë mundona me mendu shumë mirë se çka jam të bo. Gjithmonë ju mundu, dhe kjo arsyeja pse ne jemi të e bo këtë interviste, jemi të fol kaq gjatë, është që me të vërtet në krejt këto vite ju mundu me bo diçka që mbetet. Jo me bo diçka si përfaqësore, ka edhe punë të cilat i punoj, sepse kjo është tregu, s'muj me ndryshu, s'muj shumë me kokë. Po shumicën e rasteve kur e kum pas mundësinë ose kur u desht me tregu çka me të vërtet, unë muj me përfaqësu se çka unë munde me bo, ju mundu me bo matë mirën, me bo diçka që është që nuk i kalon afati, që nuk ka kohë për një këngë të tillë. Edhe jam i lumtur që kam shumë këngë të mia që i këndojnë edhe gjeneratat e reja, për shembull në përgara të ndryshme. Ka këngë të cilat për shembull i kam punuar edhe në Shkodër, e kam fituar edhe festivalin e Para më në Shkodër. Po, i kam fituar edhe aty festivalin edhe për shembull ajo këngë të cilën e ka jo shpallë si kënga më e mirë, e ka këndu mandej një fëmijë në Gjeneo i vogël në festival, në atë që kanë po që e kanë këtë lare, klani e kanë, dhe aty ajo vajzë mandej ka fitu një Gjeneo e vogël. Ka do më thonë shumë këngë të cilat i kanë këndu edhe në përbot. Mia, ajo më bën mu të lumtur.